pyetësh. Dhe tash ata Miskovski e hoqi prej loje. Ai më nuk pyetet hiç. Dhe tash shko për Miskovski. Thonë nacionalist, jo, shko nacionalist. Partia e Vomarovës dhe artistët janë tradicionalistë, nuk janë nacionalistë. Nacionalistë janë të majtët, për shembull partia Levisa e Apasijevit, ajo është nacionale. Kjo është tradicionale. Një e dyta, do të them një gjë që shumica edhe në Maqedoni nuk e dinë, shko Maqedonasit kanë 3 lloj emrash. Me V, Apasijev, që e kanë emrin në afërsi me bullgarët, e kanë Gruevski, me V, Gruevski. Edhe këta janë nacionalistë. Edhe këta si bullgarët Apasjev. Kurse këta që e kanë emrin, unë thonë për Miskovski, kë e ka emrin me S, ski. Shkoni, pasi jam gjutar dhe jam interesua, për shembull, i pyetja Maqedonit e ku dallimi i S-s prej V-s? Pse ky e ka Miskovski, a ky tjetër Gruevski me V? Kështu, pasi jam rritur në Tetov edhe dallimi i qytetarëve të vjetër Maqedonas me tradita, ata e kanë qytetare, do më thonë qytetari vjetër, ata e kanë emrin me S, me Miskovski, jo me V, Gruevski e keni qartë. Kurse prosërbët e kanë me ski, prosërbët, Gruevski, bullgarët me V, Apasijev. Nuk e dija jam i qartë. Kështu që nuk ka këtu, nuk tregon nacionalizëm. Unë i kam vënë re sa herë që del në për intervista në televizor, shumë i matur është. Nuk shpreh asë një lloj nacionalizmi. Për shembull, ai ka 58 deputet. Edhe e ka edhe znamin atë qetin, 64. Ai me qenë aq nacionalist, ai i largon këta. Ai u dha edhe jap me në tha kryetarin e parlamentit. Ja do të jap tha unë ka 1 milion euro, 300 milion euro ka shpënda për komunat në mënyrë lineare. Ai keni qartë. Lineare, 1 milion euro që 23 vjet kjo nuk është më. Ai e 1 milion euro merr të tove, 1 milion euro e ka. Kështu që këto janë ata e di me Miskovski, pa tash ju pyes juve, edhe opinioni. A ka personi cili nuk e respekton kryeministin? Sidomos te shtetet parlamentare. Kryeministi, a ka dikush që e kundërshton Edi Ramën? Si thot ai mo? Si ka thonë Gruevski ashtu ka bo Ali? Si thot kia në Kosovë, Kurti ashtu nuk mund të kseje kryetari një partie po një minister parati. A është ashtu? Mbot ajo. Respektohet. Edhe ato e kërësbën. E këta pse i thonë, ti ju jeni përkulis të Miskovski të andej këndej, ata janë paralla, janë paralla. Profesor, më thoni edhe diçka të fundit ju lutem, si e pat Tiranën edhe Prishtinën, pra Ramën dhe Kurtin në këto zgjedhje? Shko, principaliteti e Edi Ramës, e i në falë shpreje, i Kurtit, veprimet e Kurtit, pasërtia politike e Kurtit, ua kanë nxjerrë në shesh tashmë shqiptarët e dallojnë të keqen dhe të mirë. Në një anë, janë shqiptarët jashtë kufirit të Shqipërisë, të cilët të gjithë e përkrajnë Albin Kurtin, përveç Ali Ahmeti. Në anën tjetër, Ali Ahmeti, Gruevski, edhe Gruevski s'kejnë.
Ali Ahmeti, Gruevski, Mjallkomi, Edi Rama, Vučići, këta janë me një anë edhe prantët e Kosovës. Do më thonë, këta që janë të korruptuarit, të pasurit, pra janë në anën tjetër, të ndershmit, qytetarët e ndershëm, politikanët e ndershëm janë pra janë me Albin Kurti. Kështu që Albin Kurti edhe ka deportuar në Maqedoni, mirë që ka deportuar, se mirë që ka deportuar, shkaku se edhe në këtu ka deportet Albin Kurti dhe donë Albin Kurti është në qeveri në Maqedoni. Se partia e Kurtit është në qeveri është. Edhe koordinatori grupit të Blenit është Qoku i Albin Kurti. Kështu që duhet të them se këtu tash e zeza është ata që janë me Romën, e bardha e shqiptarëve është ajo që janë me Albin Kurti.